Kjo si ka qenë atëherë? Kjo rruga tani është e asfaltuar, ka shumë banesa. Si e mbani mend ju dikur? Tani shiko. Ja mendoj vetëm kaq. Ky se reparti aty poshtë ka qenë parku. Parku i makinave të gatishmërisë, kur hikte në njëri me stërvitje, me kështu, me aparatura brenda që ishin BC dhe gazat 69. Me aparatura tepër moderne flasë, jo aparatura do kudo. Tepër moderne, ishin aparatura suedeze, franceze. Dhe gjithë kjo ka qenë zonë e pabanuar. Kjo jo, këtu nuk kalon të asë njeri. Këtu kishë të drejt kalon të e. Vetëm kush ishin pjesarët të reparteve 324, që ishin lartë, shkollat diplomatëve, që ishin civila, që vinë bërë në shkollën, kishin makinat e policisë që bërë në ekzekutime, që zakonisht vinin natën, edhe neve. Absolutisht se kalon të njëri tjetër. Komplet zonë ushtarake. Po, sepse komplet gjithë zona këtu, ju thash, kjo është zonë shumë, ka qenë zonë shumë sekrete, shumë. Jashtë mazë, do me thënë, duhet kuptoni, një armik, së pari, piketon, qëndën e ndërlidhjes. Ku e ke qëndrat e ndërlidhjes? Se kjo ishte e ministrisë, po ka dhe qëndra të tjera në përrethe që lidhëshin me këtë. Pra, goditishin ato, ndërlidhja, pastaj fillojnë me radhë aviacioni, mbrojtja kundërore. Këto ishin pikat kryesore. Ku e merrte shembullin Shqipëria për sistemin tonë të ndërlidhjes? Te kinezët, te rusët? Po, fillimisht kuptohet, jo kaq moderne, fillimisht e morëm nga rusët. Sepse rusët janë si theme, baballarat e ndërlidhjes. Dhe më vonë pasaj kuptohet që u lidhëm me Kinën. Unë e di dhe historinë si janë marë. Në gjvit janë marë, që është bërë kontrata, sepse fatmirësisht ka qenë të i matë në atë delegacion. Por gjithmonë, kjo gelet, a pjesa tjetër kaloi me që jo brigadat e këmësorisë e këto. Po kryesorja ishin divizionet. Dhe duhet dim që ministria në rast lufte, drejtuesit e ministrisë në rast lufte, nga qendra në Tiranë, vinin këtu dhe këtu e kishin, këtu do hanin, këtu do pinin, këtu do flinin, këtu do komandonin. Të gjitha bëjshin këtu.